në mëngjes që forcat e policisë futën në fshatin Lazarat, vete në fshat lart, sipas medjeve që shikoja në shtëpi, vete lart gjej vetëm plakën me kalamajt e gatës. I them plakës ku është gati, më thotë ishte lopët. Por gjysmë ore vjen gati, kthehet gati, i them ku ishe, më thotë isha te lopët. I them ik dorzo. Nga frika tha të qetësojnë gjërat pa, të vetë dorzohen. Qëndroj një ditë në shtëpi, unë i ka vajt era prap po në Gjirokastër. Qëndroj një ditë në shtëpi, nuk e di ku qëndroj i fshehur, të nesërmen u dorëzua. Ila ju le gatës. Kush është gatja? Gatja është një çoban që nuk me lop. Çfarë të them nuk dëgjon nga vesh, sakat është njëri sakat. Cili ishte ai mafios? Pse e quajnë mafios? Pse e quajnë kreun e fshatit? E përgëzoi policinë e shtetit që nuk ka deru gjak. Lutem sa emri Tahirit, ta mpredhe një herë lapsin që shikoj se kush është gatja. Mos i merret me çoban, po të merret me ata që janë aty lart në fshat, se edhe në 98-ën gatja u quhet një kriminal. Po gatja ishte prap një thjesht një çoban. Ka 4 fëmijë, më të vogël e ka 8 vjeç. Çfarë do policia në shtëpi të gatës? Gatja është dorëzuar. Kë presin aty. Laborator nuk ka, ndro ka gjithë fshati. Nëse po, është vetëm gatja që ka vënë drogë të dënohet, po nëse ka gjithë fshati, drogë. Kush është gatja? Pse thon gatja? Gjithë lagja. Të cilat shtëpi ka marrë në lagje nuk kanë gjetur drogë. Janë mbi 60 shtëpi. Shumë i bëri policia. S'duket. Droga. Kjo është qëllimi politike për mendimin tonë.